Selamu alaikum, thot kjo motra ka një shqetësim vjehrit, nuk më duan, ka gjithmonë konflikte mes nesh. A është arsye për ndarje me burrin? Aleikum selam rahmatullah. Shpesh do më thonë këto pyetjet kështu të një anshme, mundën me na vendosë neve në pozitat palakmueshme edhe me i përdorë si favor në këtë rast gruaja për më nda ose prej burrit ose me nda bashkë me burrin, me nda prej prindërve të burrit. Tash vjehrit nuk më duan dhe ka gjithmonë konflikte mes nesh. Pse nuk duan ty? Cilat janë ato konflikte? Çka pi u bën ti atyne? Kush po i nis konfliktet? Kush po i zmadhon? Gjitha këto duhet mi ditë domosdoshmë se ndoshta s'kan faj ata. Tash nuk duhet ma krahun tënd. A është arsye për ndarje me burrin? Pse më ardh deri te ndamja kur ti mundesh me i kallzu burrit e mi thon kështu muhabeti, pastaj mi diskutu. Ka mundësi që ai e shet që ti e gabim. Gjithmonë po i lën si alternative, mos më keq kuptoj se tash nuk du ty të akuzoj. Por thjesht nuk po du me ranë manipulim të pyetjes. Por nëse vërtet ti je në rregull, çdo sen është në rregull, ata janë për një të tepru për x arsye, ki arsye fetare, domethënë që me unda, i tregon burrit edhe këshyr burrin me e qetësu situatën, e shifni që s'po bëhet kur që është. Atëherë s'ban munda ti prej burrit për shkak të prindërve të tij. Po çka më bë? E mundeni me gjetë një mesatar dhe ti bashkë me burrin tan, domethënë munda prej prindërve të burrit. Nëse gjitha alternativa tjera s'kan sukses. Gjithsesi, nuk duhet të them ban muda as s'ban muda kështu në mënyrë të shpejt pa i analizu detajet.